Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjojmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës dhe do të mbetemi në vazhdën e të gjitha zhvillimeve të cilat vijnë si pasojë e vendimeve dhe urdhrave ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump, i cili së fundmi ka vendosur që të taksojë dhe të tarifojë me 10% të gjitha mallrat e importuara drejt shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një tarifë e cila prek edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe vendin ton. Tashmë i detyrohemi dhe do të paguajmë 10% taksa kundrejt shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një farë mënyre, disa thonë që është fat, pasi ka dhe vende të cilat do të taksohen, pra do të tarifohen me 40%. Por çfarë do të thotë kjo, si do të ndikojë kjo në ekonominë botërore, kush do të fitojë, kush do të humbas, sa do të preket vendi jon, këtë do ta diskutojmë gjatë minutave në vijim me ekspertin e ekonomisë, zotin Enrico Ceko, i cili më bashkohet në këtë moment në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it. Zoti Ceko, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News dhe sidomos për një temë kaq delikate. Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj për mundësinë edhe që lidhemi me Skype, sepse këto janë ditët e fundit që mund të komunikojmë me Skype, pasi Skype-i shumë shpejt do të mbyllet, po ne do gjejmë mënyra të tjera komunikimi. Absolutisht. Kështu ka vendosur kompania. Ka opsione të tjera dhe më të mira dhe më cilësore. Ju po më bëni një pyetje mjaft interesante, me shumë dëshirë do t'i përgjigjem gjithë pyetjeve tuaja, sepse jemi përballë një qasje krejt ndryshe në tregtim botërore. Unë mendoj që në rreth pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend dhe qeveria e saj që ndjekin, shikojnë interesat e tyre. Është fat i madh për Shqipërinë që një pjesë e mirë e interesave kombëtare të Shqipërisë përputhen me interesat e Amerikës. Se po të ishte ndryshe, do flisnin ndryshe. Në rastin e tarifave tregtare, konkretisht Shqipëria e ka 10%. Në fakt, Amerika ka një politikë mjaft interesante ndaj vendeve të cilat nuk bëjnë konkurrencë me Amerikën, nuk kanë mundësi që të bëjnë konkurrencë me Amerikën, si punë e Shqipërisë. Dhe kjo është edhe në disa programe qeveritare të hershme, edhe tani në rastin konkret. Ka vende që do tarifohen në maksimum, siç e thatë edhe ju, diku te 40%. Janë vende të cilat bëjnë një konkurrencë të shumë të madhe ndaj produkteve dhe shërbimeve amerikane, nga ana tjetër janë ekonomi të cilat e mbështesin shumë produktin e tyre vendas me subvencione dhe mënyra nga më të ndryshmet me subvencione direkte dhe subvencione indirekte. Kështu që qeveria amerikane mendon që me këtë mënyrë po përpiqet që t'i vendosë gjërat, si thosh, në një balancë, në një baraspeshë, në një farë të drejtë më të mirë tregtare. Çfarë do të sjellë kjo? Unë mendoj që marrëveshja... Çfarë do të sjellë, patjetër se është një nga ato situata që kanë ngjallur një pakënaqësi shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara. Ju i keni ndjekur që ka padur protesta masive dhe gjithçka tjetër në kundërshtim me administratën Trump, por edhe me këshilltarin e tij kryesor Elon Musk. Tani kjo është çështje e Amerikës. Unë nuk mendoj që kur ka protesta në Shqipëri mediat amerikane e bëjnë bujë të madhe, po puna është ne shqiptarët jemi në vend i vogël edhe fati i vendit tonë gjithmonë ka qenë i lidhur me fatin e perandorive. Historikisht për 2000 ca vjet me radhë që nga Teuta që u detyru t'i pagonte haraç Romës, kur e mundi Roma Teutën, ashtu kur e mundi dhe Bardhyllin, edhe kur e mundi atë Dimitër Farin, edhe kur e mundi mbretin Kent, në 3 rastet. Edhe kur ra vendi në sistemin e perandorisë bizantine, në atë sistemin e temave dhe strategëve ne pagonim taksa, edhe në pushtimin otoman u pagonim xhelepe, tymjake e kështu gjëra tjera, një të 10-ën e prodhimit, edhe në kohën e Zogut, edhe në kohën e Italisë, në kohën e komunizmit që na i mori gjithë tokat. Kështu që ky pas ka qenë fati i shqiptarëve, ne nuk jemi në gjendje që të kemi një qeveri që tonën që mendon me këtë kokën këtu, kemi një qeveri ku antarët e qeverive gjithmonë kanë menduar me një kokë tjetër, që nuk e kanë vënë theksit e prodhimit, po e kanë vënë theksit e konsumit. Se po të ishte vënë theksit e prodhimit,
nuk do ishte problem ky 10% që i tarifave që ka vënë Shtetet e Bashkuara, përkundrazi do të shikonim si nxitje edhe një mundësi për të krijuar edhe më shumë biznes. Në fund fare unë mendoj që marrëveshja e përgjithshme e tregtisë të tarifave gati, i cili u transformua në atë që quhet Organizata Botërore e Tregtisë, shumë shpejt do t'i vi fundi. Po flasim për një rend të ri botror, ka disa tentativa që mjaft vende tani kanë filluar që të reduktojnë tarifat e tyre ndaj mallrave amerikane, në mënyrë që dhe Amerika të reduktojë tarifat e saj ndaj këtyre vendeve. Të mos harrojmë që pranë nesh kemi një vend që është një ndër 7 vendet më të industrializuara me fuqinë ekonomike më të madhe të botës, që është Italia, e cila drejtohet nga një femër që me të vërtet pas ka qenë mendje femër, e cila është e vetmja udhëheqëse e një vendi të Bashkimit Evropian që nuk ja përplasi Trumpit në fytyrë gjasme se ishte e fortë si puna e dikujt tjetër këtu në Evropë, po e mori me qetësi situatën dhe tha, ajo që do bëjmë ne tha është që do mbështesim biznesin vendes. As nuk i tha Trumpit çfarë bëre, pse e bëre, s'ke turpe, pse? Se Meloni me atë mendjen femër që ka kuptuar shumë mirë që Amerika do mbrojë interesat e veta. Ashtu si kundër dhe Italia do përpiqet që të mbrojë interesat e veta. Ky është thelbi i që të gjitha, si thosh, atyre që do të vinë më pas. Vendet do mbrojnë interesat e tyre, tarifat ndërkombëtare për produkte dhe shërbime në botë do fillojnë të reduktohen sepse askush nuk ka interesi të rritet artificialisht çmimi i produkteve dhe shërbimeve në tregjet ndërkombëtare, dhe paralelisht do fillojë dhe një tendencë për të organizuar zinxhirët ndërkombëtar të furnizimit. Nëse pat edhe gjatë pandemisë, ishte Kina ajo që fitoi hapësirë në tregjet ndërkombëtare dhe në zinxhirin e furnizimit botror, duke kontrolluar një pjesë të madhe të zinxhirit të furnizimit, gjë që në fundit e ndihmoi botën që të kalonte pandeminë. Po në këtë aspekt, një riformatim i të gjithë nivelit të tarifave për tregtinë ndërkombëtare, që me sa duket ky është edhe synimi i Trumpit, do të tentoj për një riformatim më të mirë të zinxhirit të furnizimit, ku Amerika kuptohet që do ketë edhe rolin e saj bashkë me Britaninë e Madhe edhe me një shtet tjetër, që këta janë shtete që kontrollojnë transportin ndërkombëtar, logjistikën. Transportin detar. Absolutisht, po zoti Ceko, pse pikërisht në këto momente një lëvizje e tillë e Shteteve të Bashkuara, çfarë do të tregojë, çfarë do të përcjellë? A ka një mesazh të fshehur për mbar globin kjo lëvizje e Trumpit? Po flasim për një qeveri të re botërore. Po flasim për një rend të ri botror. Ku rregulli nga një krah dhe decentralizimi në krah tjetër do të bëjnë atë që ekonomia botërore të jetë më e mbarë, të jetë më e mirë. Ne tani po flasim për decentralizimin e financave ndërkombëtare, apo ja. Po flasim për blockchain, po flasim për cryptocurrency. Duke folur për këto gjëra, nuk ka nevojë më për bankën qendrore. Po folet për cryptocurrency, i ke vënë kryqin bankës qendrore. S'ka nevojë më për bankat niveli 2. Çdo gjë është e kontrolluar nga blockchain. Në blockchain askush nuk ka të drejtën e vetos, edhe të thotë që do bëj ose e ka mundor blockchain. Kështu që jemi në drejt një rendi të ri botror, ku secili duhet të veprojë me dy parë më në kokë edhe do i mbaj përgjegjësitë vet. S'ka pse të mbaj përgjegjësi Amerika për Antillet perëndimore, edhe për Hondurasin, edhe për veprimet e papërgjegjshme për një qeverie si puna e asaj fisi Tutsi, Hutsi, që janë ato nga Afrika që me zit presin që dëmtojnë sistemin e furnizimit duke shënju me bomba dhe me raketa anijet që transportojnë madhra për gjithë botën. Jemi në një situatë ku nuk është fjala për të vënë veton edhe për të dhënë urdhra për ndërtimin e sistemit të ri botror, po është fjala për të vënë gjërat në hulli, në i vi, që të ecin gjërat. Kështu që Organizata Botërore e Tregtisë është drejt rënjes, Organizata Botërore e Shëndetësisë është drejt rënjes, këto organizatat botërore që merren me këto studimet klimaterike, ngrohjen globale, ku diun, janë drejt rënjes, por kur themi që janë drejt rënjes, nuk do thotë se ato do zhduken, po do riformatohen në përputhje me të rren, me atë gjën e re që po ndodh sot në botë. Në një farë mënyrë është gjithçka që ka kërkuar Trump dhe është betuar se do ta realizojë. Po.
Po mirë, më thoni ju mu, a mund ta lejonte Trumpi që Kina të kontrollonte kanalin e Panamas, kanalin të cilin e kanë ndërtuar amerikanët? Kanë vdekur mira amerikanët për të ndërtuar kanalin e Panamas, dhe tani Kina tentonte që të merrte kanalin e Panamas dhe i vinte 2 fishin e taksave kompanive anijeve amerikane që kalonin kanalin e Panamas. Është normale kjo? Absolutisht jo. Është normale. Pra, këto janë ndërhyrjet që po përpiqet që të bëj qeveria amerikane. Shiko, kjo që po bën Trumpi tani është ajo të cilën e ka parashikuar Bill Clintoni. Bill Clintoni kur donte që të fitonte mandatin e dytë, i bëri një pyetje këshilltarëve të vet. I tha që duhet më gjeni, tha që pse japonezët shesin në Amerikë dhe amerikanët nuk shesin në Japoni. Dhe këshilltarët nuk arritën do të jepnin përgjigje. Bill Clintoni e humbi mandatin, po i la një këshill presidentit që do vinte, George Bushi II. Kur erdhi George Bushi në zyrën ovale, nxori atë çai kishte lënë Bill Clintoni dhe i thiri këshilltarët. Para arsim, tha, ju ka lënë detyrë, tha, i gjetët, tha. Po, i thanë, ata tani jemi në gjendje të t'japim përgjigje. Japonezët shesin në Amerikë dhe amerikanët nuk shesin në Japoni, sepse studentët amerikanë studiojnë 4 orë në ditë, ndërsa studentët japonezë studiojnë 10 orë në ditë. Por, nuk mjafton me kaq. Që të studiosh 10 orë në ditë nuk do thotë je gjeni. Ja, s'të bën gjeni të studiosh 10 orë në ditë. Por të studiosh 10 orë në ditë, kur dhe të tjerët studiojnë 10 orë në ditë, kur shkon ti te vendi i punës, ke çfarë diskuton me ata. I jep zgjidhje problemeve. Por në një vend ku ti studion 10 orë në ditë dhe shkon në punën që ti do të punosh, dhe gjen njerëz që nuk kanë studiuar 10 orë në ditë, po kanë studiuar vetëm 4 orë në ditë, vetëm sa kanë vajtë në shkollë aty, i ka pa shkolla, nuk e kanë pak ta shkollën, atëherë ti nuk ke çfarë diskutosh me këta, se këta janë ignorant. Edhe ky është rasti klasik i Shqipërisë, që një njeri me aftësi, njohuri dhe kompetenca shkon atje te vendi i punës, dhe aty te vendi i punës përreth janë gjithë nipat edhe mbesat e pronarit, apo edhe aty në administratën publike janë gjithë militantët e kuq, edhe blu, edhe ky që ka studiuar 10 orë në ditë, çfarë do diskutojë ky me këta? Aq më tepër kur këta janë shefat e këtij që ka studiuar 10 orë në ditë. Pra kjo është ajo që po bën Trumpi. Trumpi thjesht po ndjek politikën e Bill Clintonit, George Bushit, edhe të Obamës në lidhje me sistemin e edukimit, e mbani mend çfarë bëri Trumpi. I hoqi 40 milion euro mbështetje për sistemin e arsimimit të universiteteve aziatike, apo ja? Po. Edhe e tha troç, po i heqim tha se për çfarë do ndihmojmë azin tha me universitetet, tha kur ata janë më mirë se ne tha me universitetet. E pra, ai po bën disa rregullime që do t'i bënte kushdo. Po mirë, këto rregullime dhe sistemime që thoni ju, zoti Ceko, si do të ndikojnë qoftë në Shtetet e Bashkuara, qoftë në Bashkimin Evropian, i cili është treguar në një farë mënyrë agresiv kundër tarifave të vendosura nga SBA-ja, por si do ndikojë edhe tek ne në Ballkanin Perëndimor, në Shqipëri, në Maltëzi, dhe Shqipëria më thelbësorja do vazhdojë të shohë dhe të kënaqë egon dhe interesat e vendeve të tjera, apo do fillojë realisht të kënaq egon e vet dhe të interesohet për veten e vet? Shumë e drejtë, ju po bëni pyetje që është thelbi i intervistës. Ka një përplasje Amerikë-SBA, sepse Amerika është konservatore, Evropa është liberale dhe neoliberale. Nëse në perëndim, në Evropë, në Britani edhe në Amerikë, betejë ka qenë konservator dhe liberal, në Evropën perëndimore betejë ka qenë liberal dhe neoliberal, që nuk është se ndryshonin shumë nga njëri tjetri. Kjo është arsyeja pse Evropa është në këtë farfeje, në këtë derexhe ku gjendet sot. Ku edhe ne që po tentojmë gjas me të futemi në Evropë, prapë kemi me dyshim. Të futemi në Evropë apo të vi Evropa këtu? Është aventurë e madhe të futesh në Evropë tani. Të kërkosh që të integrohesh në Bashkimin Evropian. Evropa... Mirë, se deri në 2030, siç ka thënë kryeministri, do të jemi pjesë e Evropës. Po jo më, edhe mund të shkatërrohet Evropa dhe do fillojmë të themi ne që ta bëjmë Evropën këtu në Shqipëri, të hapim një zyrë të madhe tek këto kullat që po bëhen këtu dhe të themi po rithemelojmë Bashkimin Evropian. Ideja e Bashkimit Evropian është e vjetër. Është që nga perandorët e Romës. Edhe një pjesë e mirë e perandorëve të Romës kanë qenë nga krajinat e Shqipërisë, ka qenë një lirë. Kështu që mos ju duket çudiu që edhe ne shqiptarët jemi, si thosh, rithemelus të një ribashkimi evropian. Kapacitetet i kemi pavarësisht se janë të bllokuara nga palë të tjera. Po, tani çfarë nuk do, këtu po themelojmë një shtet Bektashi. Ato ditë që ishin ato ditët e mbrojtjes së teatrit, u hodhi një ide aty te teatri,
që të themelojmë një shtet këtu brenda të territorit të teatrit 300 metra katror, ka çuditëra të mëdha në Shqipëri. Në lidhje me këto përvoja ndërkombëtare. Kështu që unë mendoj që Evropa duhet me i thrasi mendjes. Nuk është me Evropa e François Mitterrandit, e Jacques Delorit, e Helmut Kohlit, po duhet i kthejmë prapë, duhet ta kthejmë mendjen dhe sytë tek këta burra të fuqishëm që vun themelet e Evropës dhe të ecin përpara me partner Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka Evropë pa partneritet me Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e padiskutueshme kjo. Në rastin e Shqipërisë dhe të Ballkanit, ne duhet të ulemi të rikonfigurojmë ekonominë tonë. Ekonomia jonë nuk duhet jetë me ekonomi konsumi, duhet jetë ekonomi prodhimi. Ne kemi nga 700.000 hektar tokë bujqësore që kemi trashëguar nga regjimi komunist, 400.000 hektar mbillen, 300.000 hektar nuk mbillen. Është përgjysmu numri i krerëve të baktisë në krahasim me më parë. Kemi gjysmën e mekanikës bujqësore, edhe ato mekanikë bujqësore që kemi të amortizuar, janë ndryshur ato, janë kalbur ato. Hekur ishtet që punonin tokën. Në lidhje me industritë, çfarë industrie kemi ne? Edhe industrinë fason, tregu ndërkombëtar i futi shkelmin e industrisë fason në Ballkan, jo vetëm Shqipëri, sepse u fut Maroku, u fut Vietnami, u fut Algjeria, u fut Bangladeshi me kosto më të ulët pune, kështu është kur i bën hesapet pa llogari. Ne ndërtuam një industri fason, e cila ja mori punëtorët e bujqësisë. Kuptoni ju se gjërat duhet bëhen me model ekonomik, bëhen me parashikime, jo me programe që dele i kryeministri aty në parlament edhe kaput mufka ose ai tjetri që thotë 77-42. Modeli ekonomik është model për 40 vjet, për 50 vjet, që parashikon çfarë të ndodhi në të ardhmen edhe për 40 vjet, 50 vjet ndërtojmë pastaj një ekonomi që me të cilën angazhohen gjithë njerëzit, edhe nuk ka pse të ikin shqiptarët nga sytë këmbë nga Shqipëria, po të ketë një model ekonomik, sepse gjithë e gjejnë veten aty pastaj, te modeli ekonomik. Ne na duhet një model ku të themi cilët janë partnerët tregtar, çfarë do prodhojmë, çfarë do importojmë, sepse nuk e prodhojmë. Ajo që do prodhojmë duhet të ketë vlerë të lartë, që kur ta çojmë andaj më tan, të sjellim sa më shumë produkte dhe shërbime që si prodhojmë do të vetë. Kjo është historia botërore. Atë gjë që se bëjmë do ta blejmë. Ose do ta marrim me pushë, me luftë. Jemi të zotë në të bëjmë luftë? Jo. Atëherë do bëjmë biznes. Jemi të zotë të bëjmë biznes? Jo. Atëherë do ulim kokën. Tani këto janë zgjidhjet. O do ulim kokën, o do bëjmë biznes, o do marrim pushën të bëjmë luftë, fitojmë territoret, fitojmë burime, të kemi sa më shumë njerëz, të ecim përpara. Këto janë tre zgjidhjet që na mëson historia botërore. E bëjmë dot luftën, hajde të bëjmë luftë. Bëjmë dot biznes, hajde të bëjmë biznes. Do ulim kokën. Jo, unë si rrigon se ul kokën. Asnjëherë. U bë kaq vjet që jam punë, gjithmonë kam folur për biznesin, gjithmonë kam folur se si duhet jetë ekonomia shqiptare, pas ka dëgjuar njëri. Dhe ky është problemi. Se këta që janë aty, s'ka pasur vesh të cilët do të dëgjonin apo edhe ata që ishin i kanë mbyllur. I kanë mbyllur. Ose edhe duan të rrinë aty dhe s'duan të mësojnë. Se kjo është e keqja. Se duan që të ecin përpara, po s'duan as të mësojnë. Ignoranca është e çuditshme. Kështu që e kuptoj. Për ta përmbyllur zotit Seko, çfarë do të ndodh me ekonominë shqiptare për shkak të këtyre tarifave? Si do të ndikojë? Ekonomia shqiptare është në gjendje shumë të keqe, po ekonomia shqiptare ka një të mirë të madhe, që sido që të jetë, gjysma e banorëve të Shqipërisë banojnë fshat. Pra, edhe topi tani është në fund dyshë mes, po të paktën ajo gjysma e popullsisë që është në fshat ka çat konsumoj, ka çat haj, ka çat mbushi barkun. Dhe një banor i fshatit furnizon një banor qytetit, se ne jemi 2.4 milion banor, 1.2 i kemi në fshat, kështu që një që është aty në fshat e furnizon një që është në qytet. Edhe pse del aty të cepi rrugës, shet ato qepët e ato qumshin me ato shishet e Coca-Colës e ku diun. Ky është fundi, e thash, ky është fundi, ekonomia shqiptare ka rënë fund dyshë mes. A mund të shikojmë ne më përtej? Po, ne mund të shikojmë më përtej. Ama, ç'a ndodhi edhe partia kishte një lajm që specat shqiptare kthehen nga vendet e Ballkanit sepse janë me pesticide. Jo, po nuk mund të ecet më kështu. Mish me salmonel, speca me pesticide, mandarina me herbicide, me kimikate të tjera. Duhet i thrasim kësaj të. Nuk ecet më kështu. Nuk ecet më kështu, është shqiptar. Duhet i vim gishtin kokës.
nuk ecet duke mashtruar, nuk ecet duke vjedhur. Më thoni mua, cili është ai rast që një klient shqiptar do të bëjë diçka në shtëpi, në i dhom gjumja, në i kuzhina, në i tavolina, ku dion, edhe i vjen ajo gjë që ka porositur, vjen 100% ashtu siç ka porositur. Më thoni më. Një të dali, një burr të dali dhe thotë që porosita i dhom gjumin, edhe më erdhi pa defekt. Porosita një kuzhinë më erdhi pa defekt. Porosita një kështu, ç'a themu, një koltuke më erdhi pa defekt. Ose me vonesë, ose mangut, një dras mangut, tavolina erdhi tjetër për tjetër, ngjyrat që porosita nuk janë ato që porosita, po vinë ngjyrë tjetër. Pse? Sepse në themel këtyre bizneseve të qelbura është mashtrimi, është korrupsioni, është vjedhja. Mungon etika. Ku një njeri që ka dy pare më në kokë, e kufizon që gjithë jetën e vet ndërmjet etikës, moralit, ligjit edhe besimit në Zot. Ky është katrori, ky është kuadrati ku duhet ta vendosi veten çdo njeri. Etika, morali, ligji dhe besimit e Zotit. Nëse del jashtë këtyre segmenteve, sa më larg të shkosh, aq më shumë do ta pësosh. E kuptoj. Të falenderoj shumë. Rrallja në ata shqiptarët që janë këtu brenda këtij kuadratit. Ne kemi dalë për te. Ju e shikoni çdo ditë me këto çapo ndodhe gjitha. O shqiptar, thirrja ime është futuni në kuadrat, futuni në kornizë. Thirrni mendjes. Veproni me moral, veproni sipas ligjit edhe sipas mësimeve të Zotit. Këto të katra, nuk ka gjë tjetër. Zoti Ceko, të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, si gjithmonë unik, si gjithmonë me mesazhe të drejtë për drejta dhe të qarta. Është nder të kemi. Ju falenderoj shumë. Çado që ndodhi me këto tarifat nuk na ka fajin Amerikanë. Edhe sikur të ishin 20% tarifat, edhe 30%, edhe 40%. Ne kemi fajin që nuk mblidhemi në tavolinë, të diskutojmë gjërat me njëri tjetrin. Shkojmë me çajm hallin te ajo Komisioni i Venecias, shkojmë me çajm hallin te ato te zyrat e Bashkimit Evropian. Nuk e çajm hallin me njëri tjetrin. Ky është problemi i madh i shqiptarëve. Ju falenderoj. Faleminderit edhe një herë. Mirë, ne do të shkëputemi në publicitet.